Receta që do t'ju tregojmë sot është një recetë tipike e Italisë Jugut, kryesisht të zonës së Puljas, ku e ruajnë qershin për në dimër, e hapin në Krishtlindje, si një ëmbëlsirë pas kafes. Duhet marrim këto qershit Napolon ose qershit vishnje, të jenë të forta dhe me tull. Do t'i presim bisha, do t'i lëm 1 centimetër jashtë dhe do t'i fusim në një kavanoz. Qershit duhet jenë të lara, të pastruara dhe të thara shumë mirë. Për 1 kilogram qershi do përdorim 80 deri në 120 gram sheqer dhe do ta mbulojmë kavanozin deri në fund. Ne do përdorim raki, po mund të përdorni grapa ose amaro sipas preferencës tuaj. Mund të shtoni kanell ose 2-3 karafila dhe ndonjë lëkurë portokalli apo limon.